Përshëndetje, ndjekës të Kosova Presit. Viti kaluar, viti 2025, padyshim se ishte vit i suksesit të madh në futbollin tonë vendor, qoftë në nivel klubësh, por dhe të kombëtarës së Kosovës, madje sidomos të kombëtarës së Kosovës. Por çfarë realisht ndodhi me futbollin gjatë vitit të kaluar dhe çfarë ndoshta janë planet për të ardhmen e futbollit tonë, qoftë në arenën ndërkombëtare, qoftë në atë vendore. Ne sot do të flasim me presidentin e Federatës së Futbollit të Kosovës, zotri Agim Ademi, i cili do të flas në intervistën e tij të parë për këtë vit për Kosova Presin. President, faleminderit shumë për gatishmërinë dhe për kohën për zhvilluar bashkë intervistën. Mirë shumë që po e fillojmë bashkë me intervistën e parë dhe në këtë vit të ri dhe uroj që të na shkon mirë. Faleminderit shumë. Viti kaluar padyshim ishte një vit kulminant sa i përket zhvillimit të futbollit tonë edhe në nivel klubesh, por edhe në atë kombëtar. Nëse i vendosim një përshkrim duke e parë se si eci futbolli vitin e kaluar, mund ta vlerësojmë kryesisht pozitiv apo pati edhe ndoshta ndonjë gjë që ka mundur të bëhet më mirë? Realisht ka pas shumë ngjarje dhe ka ndodhur shumë çka në vitin 2025 dhe lirisht mund të them që ky viti 2025 edhe uroj edhe ky vit që jemi tash të jetë vit i futbollit të shqiptarëve, sepse 2025 ka ndodhur ngjarjet po thëmë shumë të rëndësishme ose më të rëndësishme në futboll. Si nga ona organizative federatës dhe si nga ona e fushës e futbollit, duke u bazuar si qërshia mbitorët ose si rezultati pasqyra e matjes dhe pasqyra e dëshira e të gjithë njerëzve të futbollit ka qenë ekipi nacional A, e kombëtarja jonë, që gladiatorët tonë arritën të na bëjnë krenar dhe të na kualifikojnë në play-offin e kupës botnore, për vetëm 9 vjet që jo rastisht të shpall edhe ekipi storie suksesit nga FIFA vetë. Pra, është për çdo kënd, për kas vite, faktikisht është një lloj surprize, edhe pse, që është e vërteta, pritja ka qenë që ka me shpërthy Kosova duke pa formën e futbollistit, duke pa futbollistë tonë që po shkëlqejnë yjet tonë, gladiatorët tonë që piqujun tash, sigurisht që po shkëlqejnë për vendet e veta, në për klubet e veta ata ku luajnë dhe ku dhon kontributin e tyre, dhe sigurisht që është gjetë Chelsea ose ka ardhur momenti që është komponu një ekip jashtëzakonisht mirë në krye me trajnerin Foda, se cila pjesë është në vendin e vetë, që nga ona pjesë organizative, nga ona shtabit teknik dhe nga ona futbollistëve, dhe që është më e rëndësishme është mentaliteti i fituesit në ekipin tonë tashmë dhe duke pas parasysh vlerën që kemi se cili duke vlerësu veten realisht aty ku është dhe ashtu siç është, dhe duke qitë në pa ose duke qitë para gjithë talentit, famës të vetë Kosovën dhe duke pas dëshirën e madhe që pikrisht ta futbollist ta kualifikojnë Kosovën në Kupën e Botës si vjet që do të ishte edhe sigurisht do të është ngjarja më e madhe e mundshme e futbollit deri më tani, pra dhe do të shënohet emri këtyre futbollistëve me shkronjat e arta në historinë tonë. Përveç kësaj, ngjarje të tjera janë Unis të Nishi është në garë. Edhe ajo do të jetë shumë interesant dhe ka mundësi që do të kualifikohemi, është jashtëzakonisht mirë dhe kam shumë e qef kualifikimin e Unis të Nishit në këtë rast, sepse dihet ky kampionat ku mahet dhe si mahet i Unis të Nishit evropian dhe për këtë fakt jam shumë i lumtur po të shkonim na dhe shpresoj dhe besoj që do të shkojmë në këtë kampionat Kosova që do të prezantohet në mënyrë më të mirë të mundshme se shteti i pavarur që është. Ngjarje tjetër është edhe futbolli femnave, i cili U17 është në A, në grupin A, në nivelin më të lartë të futbollit femnave. Po ashtu edhe U19 që e kam mbajt dhe kombëtarja jonë A, kam pas rezultatet jo as të pritura, por sigurisht që nuk janë pa rezultate, nuk janë në zero, mund të them, po janë në nivel të kualitetit që e kem, ndoshta pak në nivelin e kvalitetit që kem, sepse tash kemi në futbolliste shumë të mira dhe në sidomos një numër e tyre është në për klubet më të mëdha të Evropës. Pos kësaj, në aspektin organizativ, është e rëndësishme me e thonë që
në 2025 është vendos nga UEFA që Kosova mund të licencoj trajner me licencën UEFA Pro. Dhe kjo faktikisht është ngjarje për ne, sepse shumë shpejt dhe pa asë një vrejtje të mundshme i kemi kalu fazat e para në kohë rekorde. I falenderoj shumë stafin organizativ që mirën me këtë pjesë, sektorin e edukimit në krye me Sanie Krasniqin, dhe sigurisht që është bo një punë që pas një vrejtje, thash nga UEFA dhe nga instruktor të tjerë, në çdo aspekt, prandaj në këtë periudhë shumë të shpejtë kemi marrë edhe licencën UEFA Pro që ka qenë edhe është shumë e nevojshme për ne. Ngjarje tjera ka qenë ngjarjet e klubeve, që është shumë e rëndësishme për ne. Fillimisht ne e kemi dëshirën që ta ngrisim futbollin vendor dhe kjo po bëhet, bile mund të them po bëhet me apat shpejt. Por në këtë rast meritën më të madhe kanë presidentët e klubeve dhe donatorët e klubeve dhe investitorët e klubeve, të cilët fillimisht e kanë bërë investimin e tyre dhe i kanë dihet më tash sa është rrit niveli dhe në transmarket, domethënë i klubeve tona. Dhe faktikisht në mesatarja nëse e marrën mesatarin, sepse nuk e kanë të njëjtë, por nëse e marrën mesatarë është 4.800.000 dikun vlera se cilët klub në Super League, ose më mirë me thonë çmimi më i lartë i një klubi që i prin renditjes së vlerës është 8.5, ndërsa më i ulti është 2.300 e sa, 2.400 ofër. Që është një avancim i madh, që është një avancim jashtëzakonisht i madh, se më po them po flas dikun 4 vjet, 5 vjet më parë, çmimi më i lartë i një klubi ton ka qenë 550.000, dikun kaq ka qenë çmimi. Kështu që tash kjo është një rritje dhe një ngritje jashtëzakonisht e madhe. Këto e dëshmojnë edhe shkurja e shumë lojtarëve tanë në për klubet dhe liga tjera, që do të thotë përveç pjesës ekonomike, nga pjesa ekonomike është ngrit edhe cilësia e lojës dhe e futbollit, kështu që realisht jemi në rrugë të mirë, dhe kjo nuk është maksimumi jonë, po kjo është hyrja në rrugën ku e kemi ne venin. Prandaj nuk është rastësisht dhe ngritja jonë në ranglistën e UEFA-s, ku faktikisht jemi në dikun vendin e 35 dhe jemi shumë afër me pikë dhe pretendime që t'jemi edhe shumë lartë, sepse ne kemi edhe një ekip në garë, e kemi kampionin tonë dritën në garë, e cila mund të përfitoj koeficiente edhe më shumë. Koeficienti më i lartë dhe rangimi më i lartë i ligës tonë do të thotë më shumë ekonomi nga UEFA dhe sigurisht më shumë edhe cilësi edhe imazh. Themi te kombëtarja, president, pas të flasim për nivelin e klubeve. Kemi shumë vite që bën përpjekje kombëtarja e Kosovës për të arritur këtë nivel garues, sidomos kjo ardha në prag të një kualifikimi historik në një botror që zhvillohet në Amerikë. Kushken i përmendë punën e trajnerit Franco Foda, që botërisht e pranojmë të gjithë në Kosovë, po kushken ndoshta 2-3 hapat kryesore ose 2-3 pikat kryesore që sot e sollën Kosovën në këtë pikë. Në fakt na me kombëtare konkurrojmë që nga ajet Shosholli, trajneri e deri te Foda, kështu po e quaj këtë periudhë. Realisht kohë pas kohe, ka pas ndrime, kohë pas kohe ka pas edhe trajnera të tjerë që kanë ardhur, secili ka lënë shenjë. Thash nga ajet Shosholli deri te Foda, secili që ka punuar me kombëtare ka lënë një shajt vetën, por në kohën e fundit është bo ndoshta edhe fati është që kemi shumë futbollistë cilësor dhe shumë kjo është pika kyçe në për ekipet ose në për ligat më të njohura dhe më të forta të Evropës. Kjo është shaja e parë dhe shaja e dytë është profesionalizmi i ekipit tonë të trajnerëve që kemi marrë. Por gjithsesi është edhe organizimi jonë, se po mos të ketë kushte organizative, sigurisht që do të mungojë diçka. Pra jemi komponu këto 3 sene. Federata ne jemi kujdes të bëjmë kushtet sa më të mira të mundshme dhe jo rastësisht jemi të ranguar në çështjen organizative në 20 më të mirë, domethënë në për faktin që janë kriteret kryesore janë për shembull udhëtimi, cilësia e udhëtimit, cilësia e qëndrimit ku je, edhe
është stërvitje se cila ka kritikat e veta, do më thonë, ose plusat e vetë edhe të përfshi edhe veshmbatin. Pra na aty jemi në superlativ, sepse gjithkun jemi në hotele me 5 hyje, gjithmonë udhtojmë me charter dhe gjithmonë, do të thonë, kemi pas rekvizitat mjaftueshme të mira, po gjithsesi edhe nivelin e futbollistëve kemi pas të rangueshëm. Pra, një organizim i tillë që kemi kryer kushte maksimale, ne. E dyta, prap kemi bën një ekip, kemi arrit, e kemi pas fatin me bën një ekip shumë të mirë të shtabit teknik, edhe të ekipet të administratës ose stafit për qelës, sigurisht se kjo ndikon shumë deta, dhe në një farë forme, futbollistat tonë ju kemi lënë mundësi, vetëm në atë pjesën e tyre ku ju duhet, por mos më marrë mas një gjë tjetër përveç me fushën. Aty ku ata e dhon kontributin e vet kryesor, dhe po ashtu ne ende nuk i kemi të përfunduara infrastrukturën komplet 100% për pjesën e tyre, por jemi mundu më kujdes me bëj fushat shumë të mira, ku na luajmë dhe na ku bëjmë stërvitje. Sidomos fushën e lojës, ju e dini shumë mirë se si ka qenë fusha Fadil Vokri në një kohë, e tashmë është vërtetuar pikërisht në ndeshjen e fundit të kualifikuese që e patëm me Zvicrën këtu, pas një shiu 72 orësh, u pasë si, do të thonë, edhe vazhdonte të bitë, u pasë si ka qenë fusha, do të thonë, kjo fushë po, ndoshta është për folë shumë për to, po kjo është bo e nivellit, e tregoj vetën që është bo e nivellit perfekt, kvalitativ, që për këtë çështje do të normalisht të flasim, edhe të falenderojmë dhe ministrinë, sepse përzgjedha edhe punimit e konë ministrisë dhe të federatës, dhe më dhe kemi bashkarisht, po ata kanë pas fjallën kryesore. Kështu që to kanë bo, që futbollistë tonë me ardhë deri këtu. Pra, pastaj fusha e ka pas një konkurencë të fortë dhe të shnosh. Sepse ka arrit, për shembull, kemi arrit që të bëjmë futbollistë dhe të bëjmë, domethënë, grupin që konkurues që i kanë pas për shembull për secilin vend ki 2 e më shumë futbollistë. Edhe futbollistë të kvalitetit lartë, kvalitativ. Duke përfshi, jam shumë i lumtur që kemi përfshi dhe disa futbollistë të cilët po shkëlqejnë nga liga jonë. Që do të thotë, këtu e shohim ne që jemi në rrugë jashtëzakonisht mirë dhe kemi talent për futboll. Dhe kemi punë që po bëhet. Pavarësisht që ende nuk duket liga jonë ashtu siç e meriton ose siç e ka kvalitetin, sepse do të na duhet edhe pak me përmirësu infrastrukturën, e sidomos jo vetëm infrastrukturën e fushës dhe të kësaj pjesës futbollistike të zhveshtorëve të sanë, sepse ato pothuajse janë, por pjesa tjetër, domethënë, e stadionit, ku na duhet që krijojmë kushte shikuesve, tash vetëm po vjen e po bëhet dhe shpresoj që realisht edhe ajo do të ndikoj që sa më shumë futbollistë dhe sa më shumë kombëtarës të bashkangjiten talentet më të mirë. Pra, mund të them që tash jam shumë i lumtur me këtë grup, jam me këta futbollistë dhe i falenderoj deri në fund sepse Kosova është të gjithë dhe, këmë thonë, jo vetëm e Jonja, jo vetëm e Imja, as edhe futbollistëve, po edhe të dardanëve shikuesve, por edhe të gjithë opinionet dhe popullit, edhe juve mediave që unë pranoj për kombëtare më folë gjithherë edhe kritika, edhe sugjerime, çfarë do që ka nevojë, sepse kombëtare është të gjithëve. Kështu që kjo ka qenë çelësi i suksesit, një mentalitet fituesi, një konkurrencë e shnosh dhe e fortë, dhe një punë profesionale e shtabit tonë teknik, bashkë me organizimin për qelës që i duhet një ekipi kombëtar, pra realisht edhe koha për mdoket ka ardhe e kombëtarës Kosovës dhe Kosovës për të paraqitur dhe për të filluar me sukseset edhe jashtë Kosovës në Evropë, jo me qenë veç numër në grupe dhe në garë, por gjithsesi ekip i cili me thonë drejten, binduni, nuk po e thonë këto vetëm sa për të thonë ose për ta lavduar ekipin tonë, po e flas një realitet që pothuajse gati nuk ka ekip që nuk ka qef, s'ka qef me i ra Kosovën. Pothuajse gjitha ekipit tonë inshallah s'na bini ju se thjesht jeni në hapin më të mirë, thojnë një ekipin shumë mirë, po jeni edhe në hapin më të mirë. U dëshmua kjo edhe me renditjen historike e vitit 2025 kryetar. Megjithatë,
Po më ne pritjet në opinion tashmë janë të mëdha, sidomos me ndeshjen Slovaki, në pastaj ndoshta nëse është me fituesin ndërmjet Turqisë dhe Romanisë. Si president, si kryetari i Federatës së Futbollit, a ke realisht pritje që Kosova mund ta bëjë këtë hap gjigant, ta shohmi në një kampionat botror? Kjo pjesa njerëzore dëshira përket edhe mua më shtin në grupin e pritshmërive të lloja të dashamirëve të futbollit dhe të kombëtarës tonë dhe normalisht të ngritjes sa më të lartë të Kosovës. Nëse flasim profesionalisht, faktikisht kjo nuk është ndeshje e lehtë, fillimisht me kjo e Slovakisë, por edhe ndeshja e dytë që na vjen. Pra, do të më qenë, si thuhet në një formë popullore me kom tokë dhe do të më menu drejt profesionalisht, sepse secili i ka ambicet e veta. Secili ekip që i ka ardhur deri këtu, mund të themi, edhe ata i thojmë vetes që janë të mirë sikur na që jemi. Tash nuk ka mo outsider, nuk ka ekip e cila është shumë e dopt ose e ka të sigurt se cila ekip që mundet me mujt tjetërën. Nuk ka asnjë ekip të sigurt, asnjë ndeshje nuk është e sigurt. Është e sigurt një gjë, që me kon inshallah jemi në formën e mirë, nuk kemi lëndimet e futbollistëve, jemi komplet dhe pikërisht atë ditë e kemi edhe fatin me vete dhe ditën tonë dhe nuk na bëhet ne pa drejt ndoshta se cilin do aspekt që është e mundshme, besojnë këtë ekip dhe menoj që sa i përket kvalitetit mund të ndodhë që gjithë shka, por ne menoj që po punojmë dhe jemi të bëhet të pamundurën në të gjitha drejtimet për të qenë në Amerikë, sepse kemi shumë interes, pikrisht si vjetë, me qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ju e dini, tash edhe nga pjesa tjetër, dhe më thonë, shtetënore, politike, cila do që tjetë. Po, sot është e rëndësishme kualifikimi për Kosovën. Është rëndësishme kualifikimi që, sidomos se jemi në grup që kemi luajtur me Amerikën dhe ajo do të bëhet ngjarje gjithkund. Ngjarja e tillë bëhet sepse ne dihet që na kanë ndihmuar amerikanët më shumë dhe janë duke na ndihmuar në shtetësinë tonë, në formimin e shtetësisë tonë në të gjitha aspektet, është një farë lloj falënderimi edhe një farë lloj, besoj që është edhe një farë lloj satisfaksioni për ta, kur të shohin Kosovën se një produkt që i ka ndihmu dhe më ju thonë faleminderit se keni pas arsyen, mi ndihmu një popull të tillë sepse ja po shihet rezultati ku kemi ardhur, sa jemi të zot, sa jemi të mirë dhe sa jemi talent dhe sa jemi punëtor. Edhe nikosisht që ja u dim të mirën gjithmonë njerëzve që na ndihmojnë. Kjo do të ishte gjëja më e mirë përveç se rezultatet që në futboll ne nuk e shohim politike, nuk e shohim këtë pjesë, po e thonë në futboll ne na intereson vetëm me fitu ndeshjen. Me çdo kusht që është e mundshme me kriju kushte me fitu ndeshjen. Kishim president gjatë verës vitit 2025 edhe ardhen edhe një herë të presidentit të FIFA-s Gianni Infantino, edhe pse erdhi për pak orë, po themi, ishte shumë shkurt, por e mori atë medaljen nga ana e presidentes. Sa është e rëndësishme vizita e atij së rreth, çka ishte realisht qëllimi, çfarë u dha mesazh, sepse ai u takua edhe me lojtarët e kombëtarës së Kosovës. Rëndësishme është gjithmonë njëri i parë i futbollit, sepse tash nëse e shohim drejt, Infantino është kryeshef ose kryetar ose presidenti një organizate më të rëndësishme në botë. Që do më thonë është dikun nëse e masim është në ekuilibër me Kombët e Bashkuara. Në gjitha aspektet. Se është futbolli është ngjarje në përket botën. Po kuptohet, do më dhe një është një dhe shteti maj malë në botë që është edhe maj zhvillu në botë Amerika që a bënë mas një kampionati për shamë të futbolit që zyra ovale më në thëmë lirisht që është bo për thuj se si zyre UEFA-s, si zyre FIFA-s falë që takimet dhe interesin për këtë punë. Ju e keni pa shortin që ka ndodhë për shamë presidenti Trump me bashkë me dy presidenten e Meksikës dhe kryeministrin e Kanadës, të cilët kanë hapin e shortit. Dhe në është në ngjarje. Pse na quajti kryeqytet futbollit Infantino në Prishtinë? Pse na quajti kryeqyteti futbollit? Po. Edhe nëse Infantino e ka një lidhje me Kosovën, sepse në momentin që është bo Infantino president i FIFA-s, edhe na jemi pranuar në atë vit. Dhe sigurisht e ka një nostalgji dhe edhe me neve, edhe ne i kemi najtë gjithmonë, do më thonë, lojal dhe kemi qenë gjithmonë përkushtuar për futbolin, edhe në UEFA ku jemi pjesë e tyre,
po edhe në FIFA ku jemi antarë edhe të FIFA-s. Sigurisht që ndihma e tij na ka qenë gjithmonë me programet dhe me projektet që i ka FIFA për federatat e tyre, sidomos edhe për neve. Për neve, e thash, nuk është që kemi bënë një favor jashtëzakonisht më të madh, po gjithmonë ka qenë i gatshëm, soherë që na kemi pas diçka një projekt ose tillë ka qenë vetë drejt presidenti Infantino. Mirë, shumë mirë, është ngjarje shumë e mirë ka ndodhur pe presidentes tonë që ka vendosur me dekoru. Dhe është shumë mirë kur kemi folur për këtë punë, domethënë kur i kanë kërkuar emrat që kemi dhënë për njerëz që duhet me dekoru dhe thjesht e kanë konceptuar mirë, është shumë mirë, por Infantino domethënë mesazhi i tij ishte gjithmonë që dhe është gjithmonë që sa më shpejt duhet të kemi resurset e mira, sepse ka dëshirë Infantino që ta kemi në stadion, që një ditë të vinë ndonjë ndeshje e tillë, ndonjë finale e cili do formatit të ndeshjeve ndërkombëtare, por dihen kushtet të cilat janë për një ndeshje të tillë. Dhe normalisht unë mendoj që sa më shpejt që është e mundshme të kryen këto stadionet të cilat janë nisur nga qeveria jon, sigurisht do të ishte shumë më mirë, sepse formimi ose përfundimi këtyre stadioneve të cilat janë të nivelit të 4 ndërkombëtar, sigurisht që do të bjen edhe ndeshje ndërkombëtare, po të ishim kështu më herët me këto stadione, sigurisht do të ndodhte që kampionati evropian do të ishte i orientuar, kampionati evropian i unis tenis do të ishte i organizuar ose i orientuar nga Shqipëria dhe Kosova, dhe jo nga Shqipëria dhe Serbia që ndodhi. Po gjithsesi ne mendoj që shumë shpejt do t'i kemi këto stadione, fillimisht për ne, e pastaj me menu edhe për ndonjë ndeshje tjetër me marrë, sepse po marrja e këtyre ndeshjeve është imazh për Kosovën. Nëse një ndeshje e tillë vjen në Kosovë, domethënë shihet hiç më pak se në krejt botën, më mirë të themi, sigurisht që nga 211 antarë që i ka FIFA, është e sigurt që 211 shtete e shohin, edhe për te tyre shtete, domethënë shtetet e tjera të cilat nuk janë anëtare, por që janë në botë, që ekzistojnë dhe që janë të lidhura në këtë pjesën botërore të kësaj të rrjeteve sociale, do ta shifshin Kosovën dhe sigurisht që do të ishte një imazh tjetër. Dhe unë mendoj që po shpresoj shumë që kena me shku në Amerikë, kena me shku në Shtetet e Bashkuara dhe në Meksik dhe Kanada, në kupën botërore. Po shkum atje dhe kalum fazën, sigurisht që jam i bindur që edhe shumë shtete tjera, shumë njohje tjera do të ka Kosova. Në këtë mungesë infrastrukture, President, në këto stadiume jo të mira, pa kushte elementare, ndoshta po zhvillojnë ndeshjet klubet e Superligës Kosovës, megjithatë niveli i Superligës po shihet që është duke u rritur. Madje edhe në arenën ndërkombëtare ku kemi edhe më tutje dritën në garë, atje në ligën e konferencës. Je i kënaqur me zhvillimin, me fuqinë e Superligës Kosovës të klubeve përkatësisht? Po, rregullat është në rëndësi që në çdo stadion ekzistojnë normat dhe rregullat e fair play dhe të rregullorëve të futbollit të UEFA-s dhe FIFA-s. Ne kemi kujdesin pikërisht ato. Thash, nuk i kemi ende infrastrukturën për shembull pjesës tjetër, që është shumë e rëndësishme, se futbolli luhet për publikun, nuk kemi hala kushte për publikun mirë, po. I kënaqur, domethënë unë e di që ne mujmë edhe më shumë. Kemi edhe talente edhe më shumë, po të ishin të përfunduara më herët kjo pjesë e infrastrukturës, sepse shumë domethënë nëse shenin ndeshje ti për shembull nesër në media, në televizione, pa shikues dhe me shikus në të ullur dhe me kushtet si duhet të jenë. Pastaj nuk është vetëm shikueshmëria që vjen shikuesi, po është çështja ekonomike, çështja edhe imazhit, gjithçka bëhet tash. Është edhe tash që po i qesim drita, domethënë në këtë vit, po do të fillojmë domethënë me stadionet e Superligës aty ku kemë mundësi me i bë se kemi fituar projektin e FIFA për këto dhe në UEFA bashkërisht për këto drita. Reflektor, domethënë, për ndeshje, edhe kthimi i ligës në mbrëmje, siç e luan gjithë Evropa, sigurisht që ka me pas impaktin më të madh, ka me pas më shumë shikueshmëri dhe ka me qenë shumë më lehtë për futbollist. Se nëse tash po shkojmë nga vera, nëse verës për shembull janë temperaturat e larta dhe në mbrëmje është normalisht më lehtë më e përshtatshme për gjithë çka. Kështu që
jam i kënaqur atëherë kur të shoh se u kthy kjo ligë këtu dhe e shoh që realisht ato kemi pa në talentin tonë dhe ato kemi pa ngritjen tonë edhe një shkollë më lart ose dy shkollë më lart, pikërisht nga ky organizim i ndryshimit të formatit të ligës. Mendon se do të vazhdojmë me këtë fuqi, do të mbetet spari sistemi i garave, do të vazhdojnë të folë shpesh nëse është më i duhur me këto ekipe që kemi, duhet rritet, duhet ndoshta të kenë më shumë ekipe për shkak të cilësisë që po sjell liga apo do të mbetet ky lloj garës? Jo, tash për tash do të mbetet ky lloj garësh sepse po rezulton mirë. Pse po them po rezulton mirë? Se në një ekip, për shembull, pi bëj një digresion. Për shembull, ne kemi 4 ekipe në Europë, Maqedonia ka 2 ekipe. Se kemi fësi. Pra, nëse është kështu, është formaci e kemi 40% e ligës në garat ndërkombëtare evropiane. Edhe është mirë. Do të më ndru kur e shohim që diçka s'po shkon. Kur është të shku mirë, është mirë. Pastaj sistemi jonë i gara prap me një ekip barazh 2 bin, një barazh sane, sistemi që e kemi faktikisht nuk mundson shumë, domethënë neglizhencë në lojë. Pse? 2 ndeshjet e humbura, qesin në barazh për shkumje nga liga, ose 2 ndeshjet e filluara qesin konkurrent për Evropë. Kështu që është një format që neve po na përshtatet dhe sigurisht jemi adaptuar me këtë format, po më gëzon fakti që kemi ligën tjetër që është liga e parë që e quajmë na, Superliga, pastaj liga e parë. Liga e parë është ligë fantastike. Është ligë që po mundson Superligën edhe shumë shpejt do të ketë mundësi që të marrë edhe merr edhe sot, po sigurisht që të marrë edhe më shumë futbollistat përgatitur të nivelit të tillë, sepse ne pa modesti po e them, liga jonë e parë është më mirë se Superliga disa oficinëve këtu që kemi për rreth. Kështu me bindje këto. Kështu që formati është i mirë i gara, po ne jemi gjithmonë i gatshëm sepse bëjmë analiza të lloj-llojshme me grupin e ekspertëve që kemi, domethënë ne bëjmë analiza të bollshme që e shohim domethënë a është në rritje, a është stabil, a është në rrëmje dhe gjithmonë intervenojmë aty sepse kampionati kombëtar është shumë i rëndësishëm me njerë mas kombëtarës ose mas kombëtarëve tona. Pra, kombëtare është ajo pjesa, ajo pasqyra më e mirë e një federate ose edhe një shteti. Për vite me ros, ato që është kritiku federata president, ka qenë kjo ideja e prurjes së lojtarëve tek kombëtarja, por viti kaluar solli shumë lojtarë dhe duket sikur u përmirësu, po themi, në këtë aspekt. Ka qenë e kemi përmendur disa herë për të ta flasim shkurtimisht, një dy luftim me kombëtarën e Zvicrës, kemi pru lojtar cilësor, siç ishte rasti me Leon Avdullahin për shembull. E shihni veten të suksesshëm në këtë kuptim, sa i përket prurjes së lojtarëve cilësor, për të cilët ka pas interesa nga shtete tjera. Po, fillimisht është më rëndësi kush të kritikon. Sepse duhet me ditë rrethonat fillimisht për me kritiku për diçka. Jo vetëm dëshirë, edhe kritikë dëshirore. Du me konun e kështu dhe pse s'po bëhet kështu. Që nuk ndodhin shpesher se nuk na ndodh as neve në jetë kur kujt çka dojmë me bë. Një veten suksesshëm, po jo vetëm veten, po e kemi një strategji. Unë a di ku nina i suksesshëm, që po realizohet strategjia e Federatës së Futbollit që ne kemi bë dhe kemi votuar, kemi aprovuar me kuvende me të gjitha. Që kjo është e rëndësishme shumë. Nëse e keni strategji dhe vazhdon me strategji, bashkarisht me FIFA-n e kemi, me UEFA-n dhe me FIFA-n, po sidomos me UEFA-n e kemi bë strategjinë tonë, një federatës si na, që shka më duk, dhe po funksionon në mënyrën më të mirë të mundshme që tash po rezulton. Na kemi pas kogja shumë vujtje derisa jemi hinë sistem, por tash po funksionon fantastike, në mënyrë fantastike. Pra, prurja këty në futbollistëve nuk është e rastishme, po është një punë e shumë njerëzve. Mas pari njerëzve të diasporës. Unë asnjëherë, sepse diasporën e konsideroj një aset të veçantë të Federatës së Futbollit. Pra, nuk hezitoj asnjëherë prind të këtyne fëmijëve, po e quaj fëmijë, ose këtyne djemve, vajzave, të cilët i rrisin të lindun e të rritun në shtetet e Evropës, por prind të cilët kanë arrit mjaftia dhe dashurin e tyre në shpirt edhe këtyre, është një gjë e madhe. Pra, shenja edhe këtë si faktor. Faktor jashtëzakonisht i madh. Që i binë fëmijë këtu, që ju flasin shqip, dhe që i ndojnë se normalisht vendlindja aty në është aty ku lind.
Por gjithsesi ardha atyne, këtu do më thonë edhe nuk më pa fjallë më të madhe, Koxhamati, se fjalla e Hajdarit. Albian Hajdarit. Kur thët, ndoshta Kosova është e vogël për botën, për është këtë bota. Qa i thu kësaj? Që e përshkruan komplet. Përshkruan komplet në ndjenjën e ti, edhe këto, për vetë që e ka marrë vetë, ka pas me ndeshit, ja ka dhonë dikush. Ja ka dhonë familje, ja ka dhonë prindë e ti, dhe sigurisht që kjo është aseti ma i rëndësishëm për ne në futbol, po jo vetëm. Sepse diaspora jonë gjithmonë është e gatshme për gjithçka për vendlindjen e tyre. Dhe kjo është ajo pjesa e cila më shumë të ne na ka mundsu për me mujt me fol, për me mujt me bind, po edhe normal projekti jonë. Më gëzon fakti që e përkrajnë dhe i përshtatet edhe projekti jonë. Sepse ne nuk themi që atë projekte kemi është jem autor ne. Vërtet na kemi bo. Po projektin ne çdo herë e ndrojmë atë so herë do strategjin, so herë do që duhet, dhe sepse mund të jetë një rrugë ose një pjesë e kësaj strategji që nuk përshtatet tash. Detyrimisht na duhet më ndru dhe unë personalisht dhe grupi im dhe komiteti ekzekutiv i imi, cili domethënë gjithmonë është aty për këtë punë, dhe stafi jonë domethënë që edhe njerëz tonë që i kemi jashtë të angazhuar për këtë punë, që 24 orë gjithmonë janë të gatshëm për këtë punë. Unë i pranoj të gjitha kërkesat, kritikat, të gjitha domethënë pjesët, idetë e tyre që i kanë që inkorporohen në projektin tonë, e sidomos të këtyre lojtarëve. Tash ardha e këtyre 3 lojtarëve që momentalisht janë në Hoffenheim, jo vetëm që e kanë ngrit konkurrencën dhe e kanë ngrit edhe cilësinë, por gjithsesi këta futbollistë kanë botë që futbollistë tjerë të cilët janë të pjesës tjetër dhe rezultatet tona tash i kemi, pjesa tjetër më të ri që janë në gjitha vendet e Evropës ku i kemi, sigurisht që po e mendojnë Kosovën si opcion të parë. Dhe kjo të bën muni shumë mirë, dhe uroj që kështu të shkojmë që t'ju mundsojmë të joshim të gjithë ata të cilët kanë përjarën tonë që dunë Kosovën, se çështja e parë është me e dashtë. Me të secilin njeri, me të secilin futbollist, kom fol mas parin, fjala e parë ka qenë a e donë Kosovën. Nëse ti e donë atë regjim, gjitha pjesë tira që ka një mangësi ose një dëshirë që ki ose në diska, por dashuria është seni i parë, zemra, ku të re, mas miri, aty e njën vetën mas mirë. Të vazhdojmë shkurtimisht pak për ai që u përfshi shumë mirë në këtë grupë, në këtë kohë është padyshim sulmuesi fiznik Aslani, president, shpërtheu ai me paraqitjet e tij. Nuk e di nëse ka informacione se të paktën të ta bëj këtë pyetje, por ka shumë interesim të paktën mbas thonë nga media gjermane ato spanjolle, interesim të gjigantëve evropian për fiznik Aslanin. E para se është e rëndësishme kjo për një emër të tillë për Kosovën, për imazhin tonë, por edhe a mendoni që fiznik Aslani do të ndryshojë skuadër dhe nëse lëviz tek një gjigant evropian, çfarë do të thoshte për karrierën e tij? Unë do të më thonë që këtu për rezultatet e fisnikut edhe të tjerëve që kanë ardhur, unë jam falenderues për futbollistët që kanë qenë më herët. Për ata të cilët Kosovën e kanë ngrit, tu nis nga Vedat Murisi, nga Rahmani, nga Valon Berisha, që ka dhënë gollin e parë për kombëtaren tonë zyrtare, dhe sigurisht edhe plot të tjerë. Është e rëndësishme që ata e kanë pas situatën, ndoshta edhe kushtet kanë qenë shumë ndryshe kur ata kanë ardhur dhe kur kanë bërë, dhe ata e kanë majt Kosovën deri në këtë nivel. Tash prurjet e reja i kanë prit jashtëzakonisht mirë dhe i kanë orientu mirë. Merita është e tyne shumë e madhe, por gjithsesi talenti është i këtyne që kanë ardhur edhe atyne vetë, domethënë, po edhe këtyne që kanë ardhur, për shembull, ngritja e Fisnik Aslanit vjen nga familja e tij, se ka një familje të mrekullueshme, jashtëzakonisht mirë, që e ka edukuar shumë mirë. E dyta është një djalë fenomenal në të gjitha aspektet. Është sportist me plot kuptimin e fjalës.
Prandaj, rritja ati në ose ka arë në kombëtare me 8 milion, sot është me 30 milion. Dhe sigurisht që Fisnik Aslani ka shumë kërkesa, në këtë rast oferta, nga shumë klube, po gjithsesi mu po m'pëlqen, edhe prindi ti, baba i ti, Fadili, i cili është një njësim i mirë i futbollit, po është kujdestar i realshëm, ndoshta edhe kritikus shpesher idealit ti, po m'pëlqen, ai dhe vetë Fisniku, që e ka një ide, që Fisniku do të me shku në një klub ku lunë, jo ndo një klub shumë i madhë, ose jo shumë i madhë, po se cilës e të gjitha që janë klubet, top klubet e Evropës, do më thonë që janë të e kërku, cilën do që të shkonë është klub i madhë, po jo aty ku menon që, se kur si dijet, ku kime lujt e ku kime metë në bankin, por gjithsesi do të me shku dikun ku ati klubit që i duhet të jetë standard, që të filloj garen me njëherë kë në atë klub. Sepse kjo është në kohën më të mirë të mundshme të vetën, edhe mi në thonë drejten, nuk jam në aji cili mund t'i vlerësoj shumë, ashtu për pikni, se nuk jam eksperti i maj madhi i futbollit që më i njohët, por besoni që Fisnik Aslani është jashtëzakonshëm. Tiparet që i ka Vedat Muriqi, kjo i ka tirat ndryshe, do më është bo një plotësim, që ato që i ka Vedatit jashtë normave, thjesht që bohen, që të manë gjithë ekipën e të manë një mbrojtjet e tërë në shpinë, kjo është në stilin e ati kreatorit që tep gol pa vdalu. Ta bën një gol pa zhumë modhe. Plotësimi është jashtëzakonshëm. Kështu që këtë gjithë që kanë ardhë, ngritja atyne, që po të tregojnë talentin e tyne, ngritja atyne pa tjetër që ka me qenë, shkurja atyne në ekipet ma të mdoja pa tjetër ka me qenë sepse kanë edhe moshën, dhe sigurisht që është bo një komponimi mirë dhe që është pika më e rëndësishme e kombëtarës tonë, që po bëhet ndryshimi gjeneratave pa, jo me ramje, po ndryshimi gjeneratave të na po bëhet me ngritje. Më thonë që me rezultat po shkojmë, që rallë ku ndodhë. Dy pyetjet fundit, kryetar, fakt do t'i përfshim së bashku sa e përket infrastrukturës. Mund të dim çfarë po ndodh me kampin nacional në Hajvali, u bën vite që është duke punuar në të dhe kur prit të lëshohet, të promovohet, kompletohet. Edhe pyetja e dytë në këtë drejtim, vazhdojmë të qalojmë dhe pyetja e pashmangshme për stadiumin kombëtar, megjithatë jemi në 2026-ën, premtimet në lidhje me lojrat mesdhetare për të ndërtuar duke se edhe me tutje nuk janë dikun në teren, ai një optimist që do të ketë ose ka ndonjë lajm të ri sa i përket ndërtimit të stadiumit kombëtar në bashkëpunim me ministrinë, ndoshta nëse ka komunikim rreth kësaj çështje. Sa i përket kampit, është në rrugë të mirë dhe është në rrugë përfundimtare, do të përfundoj besoj këtë vit. Ajo vërtet është punu faza dhe ju e dini që është financim i UEFA-s dhe FIFA-s komplet dhe i Federatës Futbollit. Dhe ashtu si që vim projektet, ashtu do të edhe na, do më thonë, me bo punën. Pra, projektet vinë pjesë, edhe na ashtu e vazhdojmë punën dhe sigurisht që deri tash kemi ecë mirë, së është një kompleks gigant, do t'i ketë të gjitha zonat, është punu shumë në çdo aspekt, në atë pjesë, jo vetëm në ndërtim në Vrasht, po edhe në pjesë tjera, do më thonë, me projektet e arkitektëve të cilët, sepse do të ketë pjesën relaksuse, pjesën rehabilituse, do të ketë pjesën medicinale, do të ketë pjesën komerciale, do të ketë pjesën administrative, dhe që është më rëndësishmja pjesën sportive. Tash, shumë shpejt, para përfundimit, deri sot përfundon pjesa e karrika, tash do të niset pjesa e karrika, bashkë me karrikat sigurisht edhe mbuloja do të filloj, aty ku kryen karrika do të filloj edhe mbuloja stadionit, po gjithsesi në fund do të jetë edhe ndrimi fushës. Fushës aktuale që është me bari natyral, do të qitet edhe aty një fushë njëjtë hibrid, që është në stadion Fadel Vogri, që do t'jetë fushë njëjtë e stërvitjeve bashkarisht me aty ku zhvilluan ndeshjet. E sa i përket stadion nacional, unë jam shumë i lumtur që këto stadionet që janë nisë fillimisht, që kanë fillu nga ministria, nga severia,
në për qytetet tona të përfundojnë në afatet e tyre, sa më shpejt, edhe këto do të jenë kategorisë 4, do më thonë që do të shërbejnë edhe për ndeshje ndërkombëtare, shumica aty në të kategorisë 4. Stadioni nacional, kur do të bëhet, nuk e di, është ekskluzivisht pjesë e shtetit, sepse stadioni nacional është edhe imazhi i shtetit. Këto na e ka thonë edhe vetë Infantino dhe është i gatshëm, kemi qenë me ministrin në UEFA dhe në FIFA, dhe kanë qenë të gatshëm të na ndihmojnë edhe ata në pjesën e tyre, aty ku na çalojmë ose mbesim në gjysmë, dhe sigurisht që rëndësi ka dhënë, sepse gjithkund në botë, në secilin shtet, po flas ka aspekti i futbollit, kur do që shkon, që mund të vinë edhe burr shtetas dhe njerëz të më eminent të shtetit, të shteteve të ndryshme, yje të ndryshme, legjenda të ndryshme, çfarë shohim nëse shkojmë dikun? Një aeroport të mirë ose të keq, thojmë pas ka aeroportin, një hotel të mirë ose të keq, rrugës sheh ose s'sheh diçka, po e sheh stadionin. Që kjo është linja që një shtet, kur një burr shtetas ose dikush ta krijon një imazh për ty, si pika kryesore. Si pika kryesore që ta krijon një imazh për ty. Nëse se hin analizës saki për shkakun, po vjen dikush si laik dhe vjen për ndeshje, po e krijon imazhin edhe për shtetin. Prandaj janë gjëra që duhet bërë sepse pothuajse të gjitha shtetet i kanë. Besoj që Kosova ka kapacitete për ta ndërtuar ose për ta përfunduar shumë shpejt pjesën infrastrukturës të futbollit, duke e përfshi me një stadion nacional. Edhe pse, të gjitha stadionet, për shembull, që nga Demjashari, Gjilan, Gjakov, Prizren, Pej, Drenas, sigurisht që do t'jenë stadionet e kategorisë 4, ku mund të zhvillohet edhe një ndeshje e nivelit më të lartë të futbollit, domethënë të kombëtarëve, përveç se stadioni nacional, asnjë këtu nuk e kanë kapacitetin e tillë sa mund ta ketë një stadion nacional, i cili sigurisht që duhet ndërtohet diku rreth me 30 më shumë mijë ulse. Nëse është kështu, domethënë mund të jetë edhe një ndeshje ndërkombëtare e zhvilluar, ndonjë nga finalet e çdo format të garave që bëhet në Evropë, ose në botë. Prezident Uru që muaj mars na sjell gëzimin e parë lidhur me kombëtarën, atë kualifikim dhe plotësimin e ëndrrës së madhe, unë falenderoj shumë ty që ishe sot me ne. Faleminderit shumë, edhe unë shpresoj dhe besoj që do t'i kalojnë fazën përgatitore futbollistat tonë, që është më së miri të tash në këta muaj të parë të 2026 dhe të jenë të gatshëm për klubet e veta, e sidomos për kombëtarën në mars. Uroj që mos të ketë ndonjë lëndim, i lutem Zotit që mos të ketë ndonjë lëndim nga për asnjë prej tyre dhe të jenë në formë më të mirë të mundshme dhe ta kemi fatin me veti, shpresoj dhe uroj dhe dëshiroj për gjithë këtë popull që Kosova të jetë në kupën botërore. Faleminderit shumë, President. Faleminderit juve. Faleminderit edhe juve, shikues të nderuar që ishit me ne gjatë kësaj interviste.